disa fjalë për selefit. Mashallah, te barekallah. Kjo është nivelit lartë kjo pyetje. Çka do të thonë selefi apo selefi? Selefi do të thonë të parët tanë. Es-selefu salih, të parët e mirë. Në terminologjinë e shariatit, kur thuhet kjo shprehje, janë për qëllim parimisht 3 gjeneratat e arta, duke filluar me sahabët, pastaj tabiinët, pastaj gjenerata pas tabiinëve apo tabi'it tabi'in. Këto 3 gjenerata janë gjeneratat e arta, gjeneratat e hershme të mira të selefit. Në këto gjenerata hyn sahabët, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, edhe të tjerët gjithë sahabët. Pastaj hyn tabiinët, Ebu Hanifa, hyn Maliku, hyn Shafiu, hyn Ahmed ibn Hanbeli, Sufjan al-Thawri, Sufjan ibn Uyeyna, Abdullah ibn Mubariku, Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifas, Muhamedi, e të tjerë. Gjithë të janë selef i jone. Ne i marrim këta shambull. Ne kemi dëshirë me i pasu rrugën e mësimet e tyne. Ne e komentojmë edhe e kuptojmë fenë si pas këtyre 3 gjeneratave. Qysh na kanë mësu këta dietarë. Qysh e kanë komentu ata fenë na çashtu e kuptojmë. Na bazë kemi Kur'anin dhe Sunetin, por komentimin e Kur'anit dhe Sunetit nuk e bëjmë nga koka jonë. Por qysh e kanë komentu këta 3 gjeneratat e para. Si në aspektin e besimit, akaidit apo akides, qashtu dhe në aspektin e fikut, jurisprudencës islame. Ka dietar që kanë shpjeguar në çështjet e besimit, ka dietar në çështjet e jurisprudencës. Neve nuk filozofojmë kokën vete asgjë. Personat apo neve çka këshillojmë? Ne këshillojmë me ndjek këto gjeneratat të arta. Pastaj, me kalimin e viteve në fiqh, në jurisprudencën islame, kush ka ndjek mendimet në shumicë të Ebu Hanifës është quajtur Hanefi. Kush ka ndjek shumicë mendimet e Malikut është quajtur Maliki. S'kan pas për qëllim këta dietar me bë medhhebe, me bë shkollat vete, idetë veta, por ka dashur Allahu me rahmetin e vet, mu përhap mendimet apo komentimet e këtyne dietarëve rreth çështjeve të fesë. Tash, ata janë selefi. Ka disa mendime, ideologji që edhe sot mi thonë vetës selefi, me i jenë fund, selefi. Çka do të thonë kjo? Me i thonë vetës unë ndjeki rrugën e të parëve. Kjo, nëse keq kuptohet me i gjujt mendimet e dietarëve të Ebu Hanifës, Malikut, Shafiut, Ahmed ibn Hanbelit, atëherë kjo është e refuzuar. Nëse është për qëllim ndjek ata dhe të tjerët, atëherë kjo është në rregull, por